Aksioni për çlirimin e hapësirave publike në Shkodër ka vjuar edhe sot, ku ndërhyrja është përqendruar në zonën pas bibliotekës Marin Barleti. Qëllimi i këtij aksioni është që t'i jepet më shumë frymarrje qytetit, duke kthyer këtë ambient në funksion të qytetarëve. Ky aksion pritet të vijojë edhe në ditët në vijim. Vijon aksioni për lirimin e hapësirave publike në Shkodër. Sot është ndërhyrë pas bibliotekës Marin Barleti me qëllim çlirimin e hapësirave të zaktuara. Ky aksion do të vijojë edhe në ditët në vijim deri në çlirimin e hapësirave në shërbim të qytetarëve. Ky aksion synon t'i kthejë qytetarëve hapësirat publike, ndërsa ndërhyrja pritet të shtrihet edhe në zonat e tjera të qytetit, në kuadër të krijimit të një qyteti më të hapur dhe më të jetueshëm.